We're honored to host our friends and partners from Italy, dear Antonio, from North Macedonia, dear Timcho, from Bulgaria, the Deputy Minister Pavlov, and Romania on the ministerial meeting dedicated to Corridor 8. We had a very open and constructive discussion, and the message that emerges clear. Corridor 8 is no longer just a project on paper. It is a strategic necessity for our countries, for our region, and for Europe as a whole. This is the only true east-west axis in Southeast Europe. It connects the Adriatic to the Black Sea, to our countries, all NATO allies. That gives it an importance that goes beyond transport. It is about trade, economy, investments, energy security, and the ability ekonominë, investimet, sigurinë e energjisë dhe mundësinë tonë si aleancë për të reaguar sa herë të jetë nevojshme. Ne sot jemi përqendruar tek ecuria praktike, kemi rënë dakord për parime thelbësore dhe të thjeshta që është që segmentet tona kombëtare duhet ecin përpara në mënyrë të sinkronizuar. Hekurudhat duhet që të përmbushin të gjitha aspektet hekurudhore, rrugët e tjera, portet e tjera të lidhen me njëra tjetrën, të jemi të lidhura dhe me pjesët e brendshme të vendeve tona dhe për të herë parë ne rënë dakord që të harmonizojmë edhe aspektet kohore dhe përparësitë tona në të gjithë këto korridor. Pra ne kemi rënë dakord jo vetëm për infrastrukturën, sepse nuk është vetëm ajo e rëndësishme, por një korridor i cili funksionon me standarde dhe në mënyrë të bashkërekuar. Pra me terma praktik ne jemi përqendruar në përfundimin e atyre halkave që mungojnë, në harmonizimin e standardeve teknike, mobilizimin e financimit ndërkombëtar dhe europian, si edhe çdo punë që do të jetë nevojshme. Ne kemi rënë dakord që do të ketë një takim të mëtejshëm të Maqedonisë, Veriut dhe Bullgarisë në këtë kufi dhe unë të Antonio do të jemi pjesë e tij. Shqipëria po luan rolin e vet, korridori i 8 është në zemër të strategjisë kombëtare të transportit me më shumë se 2 miliardë euro në projekte përparësore të cilat ose janë duke u përgatitur ose janë në zbatim me sipër. Korridori 8 është pjesë e rrjetit TEN-T, por një segment kyç, pavarësisht se i mungon pra statusi thelbësor, që do të thotë që ne do të përdyqësojmë edhe pozicionin tonë brenda rrjetit TEN-T, duke patur më shumë financime, duke sinkronizuar investime dhe duke e kthyer këtë bosh në një përparësi të vërtetë europiane. Pra, sot ne nuk kemi të bëjmë vetëm me një përparësi rajonale, por edhe një domosdoshmëri europiane me një deklarat të qartë për të patur një rrugë të qartë bashkërenduese për 5 vendet tona, por për 4 vendet tona, por edhe partnerët evropian. Objektivi ynë është shumë i drejt për ta bërë korridorin 8 një korridor të vërtet evropian, jo thjesht një vijë në har. Dhe në këtë frym ne kemi miratuar deklaratën e përbashkët të Tiranës për korridorin 8, që pasqyron angazhimin tonë të përbashkët politik dhe përforcon bashkëpunimin tonë ndër-institucional. Faleminderit dhe tashmë fjalën ja kaloj zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Italisë, zotit Tajani. Faleminderit Elisa që na keni mikpritur edhe në këtë vend të mrekullueshëm, pra unë ndjehem në shtëpinë time, edhe në këtë pallat të rëndësishëm. Jam vërtet shumë i kënaqur që jam këtu, jo vetëm sepse Shqipëria është një partner kyç për Italinë, por edhe sepse Ballkani Perëndimor është një përparësi strategjike për Italinë. Dhe ne dëshirojmë punojmë gjithnjë më shumë së bashku me njëri tjetrin për rritjen e ekonomive tona, por edhe për begatinë e qytetarëve tanë. Natyrisht që korridori 8 është një rëndësie thelbësore për Italinë, është një përparësi e qartë, natyrisht edhe në bazë të takimit që kemi patur në Brindisi, dhe ne kemi miratuar sot këtë deklaratë të përbashkët, sepse ne duhet të hapim rrugën për hapat e mëtejshëm të bashkëpunimit tonë ndërmjet vendeve tona për zbatimin e punës në këtë korridor, sepse korridori 8 është një nga aspektet më të rëndësishme europiane. Pra ne duhet punojmë fort në këtë drejtim, jo vetëm
sepse duhet bëjmë më shumë në përgjithësi, por për rëndësinë strategjike që ka ky projekt, për lidhjen më të mirë të mundshme ndërmjet detit Adriatik dhe detit të Zi. Kjo është thelbësore për transportin rrugor, hekurudor, për çdo lloj infrastrukture, por edhe për mbrojtjen europiane dhe për mbrojtjen e NATO-s. Dhe është shumë e rëndësishme, për të gjitha këto arsye duhet përshpejtuar ky proces. Është gjithashtu edhe thelbësore për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ne po punojmë fort edhe për antarësimin e plot në BE të vendeve të Ballkanit Perëndimor që janë shtete kandidate dhe korridori 8 është një pjesë shumë një rëndësie shumë të madhe dhe strategjike për Italinë dhe për këtë arsye Ballkani Perëndimor është shumë i rëndësishëm për ne, për stabilitetin, për paqen, për rritjen ekonomike të vendeve tona, por edhe për të patur një Europë sa më të fortë që të jetë mundur më shumë se kurrë më parë dhe prandaj është kënaqësi që në datën në mars ne në Rom do të kemi ministerialin e ardhshëm të miqve të Ballkanit Perëndimor. Dhe tashmë arrit tek pika e fundit. Një korridor tjetër i rëndësishëm ndërmjet Indis dhe Triestas. Pra është thelbësore kjo edhe për Ballkanin Perëndimor, për Adriatikun, për Mesdheun, një korridor që do të fillojë nga India e do të kalojë në vendet e Gjirit Persik, pastaj Izraeli, Afrika, Mesdheu dhe Triestia. Pra shumë e rëndësishme për tregtinë, për ecurin përpara dhe natyrisht që do të ketë shumë porte, por edhe për Shqipërinë, për vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor që do të jenë pjesë e kësaj strategjie, pra kryqëzimi ndërmjet korridorit 8 dhe këtij korridori i MEK do të jetë shumë i rëndësishëm dhe për këtë arsye ne do të organizojmë këtë takim dhe do të ftojmë edhe miq tan nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, nga Bullgaria, Rumania gjithashtu. Për këtë takim që do të kemi në Trieste për korridorin i MEK. Sigurisht që objektivi ynë, synimi ynë i përbashkët është që të fuqizojmë ekonominë tona, të kemi një rritje sa më të madhe dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe prandaj për këtë ne duhet përfshijmë sa më shumë kompanitë tona, shoqëritë tregtare, pra një projekt që duhet organizohet dhe forume më të shumta me biznesin, dhe të përshpejtojmë edhe aspektin kohë për të patur të paktën 2 takime në vit, pas këtij takimi në Shqipëri, ne do të kemi përpara fundit të këtij viti edhe një takim tjetër, një ministerial të rëndësishëm, në mënyrë që të përçojmë një mesazh shumë të qartë që ne jemi të bashkuar dhe dëshirojmë të arrijmë synimet tona për korridorin numër 8. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj përfaqësues të medias pikë së pari, dua të falenderoj jashtëzakonisht Elisën dhe Shqipërinë për mikpritjen, për hijeshin dhe për mbledhjen e këtij takimi pikërisht në momentin e duhur. Më lini tani duke theksuar diçka që ka rëndësi për ne. Korridori 8 mund të jetë suksesshëm vetëm në qoftë se i sjellim të gjithë aktorët kyç në të gjithë këtë nismë. Dhe kjo përfshin Italinë dhe Rumaninë për bashk me ato vende që janë pjesë e këtij itinerari. Pesha strategjike e Italisë në Adriatik dhe roli i Rumanisë në detin e Zi dhe në ekonominë më të rajonale nuk janë alternativë, janë thelbësore, nëse duam që ky të jetë vërtet një korridor Sky më Sky europian. Në fakt, këto diskutime vijuan nga ato në Bruxelles, kur am dakord që ky aktivitet në këtë format do të organizohet së pari në Shqipëri, duke parë nga ardhmja. Vendi im është i gatshëm të pres takimin e ardhshëm dhe jemi të gatshëm ta bëjmë një aktivitet bashkëorganizimi me Bullgarinë, se një gest i qartë përgjegjësie të përbashkët, qoftë për korridorin e 8, por edhe për vlerat tona euroatlantike. Jemi këtu sepse korridori 8 nuk është thjesht një vijim në një hartë, është një lidhje strategjike midis detit Adriatik dhe atit të Zi. Në botën e sotme, ndërlidhshmëria nuk është thjesht një slogan, është një fuqi, është një pikë fortë. Diskutimet tona ishin shumë të hapur edhe shumë drejt për drejta, folëm për ato që po ecën përpara, por edhe ato çfarë mund të na ngadalsojnë dhe çfarë kërkon më tepër vëmendje politike. Ndam një
mirë kuptim për një gjë unë kuptuam së bashku që ky korridor duhet të funksionojë si një sistem vetëm për te kufive, jo si projekte të më vetësishme që ndalen në pikën e ardhshme kufitare. Për vendin tim, angazhimi është i qartë. Jemi në qendër të korridorit të 8 dhe ne do të realizojmë gjithçka. Marrëveshja me Bullgarinë për hekurudën ndërkufitare në shkruar në 2025 segmenti i parë hekurudor The second is under construction, and work is also advancing on the third. On the road side, our objective is full motorway and expressway connectivity from Kafasan to the Bayer by 2029. And let me add, in a constructive spirit, Corridor 8 will be judged by end-to-end performance. This requires an steady momentum and comparable pace of delivery across all segments, across all sides. We see positive engagement from Albania, and we encourage this engagement to translate into the next wave of tangible investments and implementation, so that the Western Gateway matches the ambition we all share. We also emphasized two additional points. First, energy, I mentioned. Interconnections that make the ndërlidhje që e bën rajonin më rezistent ndaj trysnieve të më të shpejtë për turizmin këmbur. Së dyti, procedurat e standardit menaxhimi i kufive, gjithashtu dhe lehtësimi tregtar, në qoftë se ndërtojmë infrastrukturë të re. Por ruajmë vonesat e mëparshme, atëherë humbasim një pjesë të madhe të vlerës. Fokusi ynë tashmë është realizimi projekte të cilat janë financueshme, lidhje të forta kufitare dhe bashkëpunime të fortë në mënyrë që korridori 8 të funksionojë si një korridor me thirrje europian, me mbështetje nga instrumentet europiane, përfshi edhe instrumentin e ardhshëm europian për ndërlidhjen mund të ecë më shpejt dhe t'u japim përfitime qytetarëve e bizneseve që ata t'i ndjejnë. Faleminderit. Thank you. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj, së pari dua po kështu të falenderoj partnerët tanë shqiptar për organizimin dhe mikpritjen në këtë takim të nivelit të lartë që i kushtohet zhvillimit të mëtejshëm të korridorit të 8. Aktiviteti i sotëm është tërësisht në përputhje me objektin tonë të përbashkët strategjik për të forcuar ndërlidhshmërinë, bashkëpunimin rajonal e gjithashtu sigurinë kolektive. Vendi im vlerëson fort angazhimin e madh politik dëshmuar sot nga partnerët tanë, zhvillimi i sistemeve të rrjetit evropian të rrugëve dhe të energjetikë është në fakt një element më të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Hekuruda, rrugë, porte, aeroporte, ndërlidhjes energjetik dhe infrastruktura digjitale nuk janë thjesht sisteme teknike, janë shtylla kurrizore e fuqisë ekonomike të Europës, ndërlidhjes, rezistencës së sigurisë së saj. Ndërtimi i korridorit të 8 ka qenë përparësi me rëndësi kombëtare për Bullgarinë gjithmonë, dhe gjatë viteve kemi ndërmarrë masa sistematike dhe vazhdueshme për përfunduar të gjitha elementet përgjithësi. Sot, korridori 8 ka ecur përtej kuadrit të një nisme infrastrukturore me rëndësi të madhe ekonomike. Është tashmë një aks lindje perëndim me rëndësi strategjike që lidh partner dhe luan një rol domethënës për të garantuar sigurinë rajonale. Në mjedisin aktual gjeopolitik, korridori 8 mbart rëndësi specifike të mbrojtjes së sigurisë. Lidhshmëria ushtarake mbetet një gur themel i sigurisë europiane dhe një përparësi e përbashkët strategjike e jona, një infrastrukturë efikase dhe rezistente është e rëndësishme për mbrojtjen dhe frenimin, politikën e frenimit të NATO-s, gjithashtu edhe për të forcuar bashkëpunimin me BE. Bullgaria mbetet tërësisht e përkushtuar për të realizuar të gjitha komponentët e korridorit të 8 dhe jemi gati të vazhdojmë të bashkëpunojmë me partnerët tanë në përputhje me idenë e ministrit Tajani për të intensifikuar edhe këto takime dhe mund të konfirmoj në fakt gatishmërinë e vendit tonë për të bashkë kryesuar këtë takim të ardhshëm ministror. Faleminderit. Good afternoon and welcome to the Corridor 8. Having followed the statements of the heads of delegations, we shall continue with the Q&A session. And in order for us to keep to the timing, we will have one question per head of...
Daniela Maloku nga Report TV. Zonja Ministre, kam një pyetje për ju. Sot Kryeministri Edi Rama niset drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në bordin e paqes, ndërsa disa ditë më herët teksa ka folur për këtë bord, presidenti amerikan Donald Trump ka theksuar se shtetet anëtare kanë premtuar mbi $5 miliardë për rindërtimin e Gazës. A ka kontribut financiar Shqipëria në këtë bord, pra do të ketë kontribut mbase edhe në një fazë të mëvonshme? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Kryeministri është nisur drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku do marrë pjesë në takimin e parë të bordit të paqes. Shqipëria shkon e përfaqësuar nga kryeministri në rolin e vendit antar themelues. Dhe ky është një lajm i mirë. Në këtë fazë të angazhimit ton nuk ka detyrime financiare, ashtu siç dhe u diskutua gjërësisht në parlament, i cili e ratifikoi nënshkrimin dhe marrëveshjen ton për bordin e paqes. Shqipëria është e angazhuar për të përfshirë në International Stabilization Force, pra në forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza, dhe ne këtë angazhim e kemi marrë dhe sot do prezantohet edhe nga presidenti Trump lista e vendeve që janë angazhuar. Angazhime të tjera financiare nuk ka, do shohim në një fazë tjetër, sigurisht edhe në diskutime të gjëra edhe me partnerët tanë, edhe me antarët e tjerë të bordit të paqes, por do shohim në bazë të statutit si vend themelus edhe detyrimet tona në vazhdim. Shqipëria nuk ka asnjë detyrim në këtë fazë, po sigurisht ka përgjegjësinë për të përfshirë jo vetëm në aktivitetet e bordit paqes, bordit Gazës apo forcën të stabilizimit, ku ne kemi rënë dakord që të përfshihemi, po dhe Shqipëria ka se ç'i ofron bordit paqes, duke qenë një vend i cili ka dalë nga diktatura totalitare dhe ka rindërtuar demokracinë, shoqërinë, ekonominë e vetë, po ashtu është një vend me një tolerancë të spikatur fetare, etnike, dhe besoj që edhe në këtë pikpamje ne kemi shumë se ç'të ndajmë në këtë bord, synimi i fisnikit cilit është jo të zëvendësoj organet e tjera siç janë Kombet e Bashkuara apo multilateralizmin, te i cili ne besojmë fort, as është një projekt alternativ, se këtë e kam lexuar në disa vende, për Bashkimin Evropian, që mbetet synimi ynë madhor kombëtar dhe objektivi numër 1 strategjik i vendit, por është një mjet komplementar ku Shqipëria mund t'japi kontributin e vet. Faleminderit. Sì, buongiorno. Una domanda per il Ministro Tajani, Alessandro Marchetti, Renews 24. Ministro, volevo sapere se nei prossimi mesi ci saranno appunto opportunità con il corridoio numero 8 per le imprese italiane, penso ad esempio a aziende ferroviarie, per esempio il gruppo Ferrovie dello Stato, e se è possibile al momento stimare il volume d'affari appunto per le imprese italiane per quest'opera. My question: in which sector, such as rail transport or engineering, will corridor number 8 provide opportunities for Italian businesses, and if it's possible to estimate the projected business volume. Italiane në kuadrë të korridorit të 8 në qoftë se mund të vlerësoni diçka të tillë. Partecipare da protagoniste, comprese, sono sicuro, tutte le imprese che operano nel settore delle infrastrutture, in modo particolare ferroviarie, ma poi saranno da realizzare tante altre opere. Quantificare il giro d'affari ora mi pare prematuro, perché bisogna poi implementare il progetto. È chiaro che sarà un'operazione non solo politica, che è la cosa principale, ma sarà anche un'operazione che favorirà la crescita attraverso la presenza di tante imprese italiane e di altri paesi che fanno parte del corridoio. Noi daremo il nostro contributo attraverso il nostro saper fare, quindi sarà una grande opportunità. Ma come si entrerà nel vivo della trasformazione del progetto politico, del progetto europeo in
opere cantierabili, allora sì che ci sarà, sono sicuro, una presenza italiana quantificata e qualificata. Thank you very much. I wanted to ask you, I'm Magdalena Dimitrov from the Bulgarian News Agency. I wanted to ask you for some details around the declaration that you signed sa I takon today, deklaratës që nënshkruat sot dhe po kështu çfarë ka mbetur për tu ndërtuar në një pjesën bulgare të korridorit. E di që ka patur një ratifikim në muajin nëntor dhe ka mbetur edhe një pjesë e vogël për tu ndërtuar, ndoshta edhe ajo po i afrohet fundit, përfundimit, realizimit vet. Thank you for this question. Për pyetjen. Our declaration Sa I përket deklaratës son që u miratua nga të gjithë pjesëmarrësit pa asnjë koment të mëtejshëm, konfirmon vullnetin dhe synimin ton të përbashkët për të ecur përpara me këtë projekt të rëndësishëm, për të cilin duhet të veprojmë të bashkëpunojmë për të përfunduar këtë korridor të rëndësishëm. Ajo konfirmon idenë tonë se pas shumë vite planifikimi ka ardhur tashmë koha që të theksojmë vullnetin e gatishmërinë për të punuar në të ardhmen së bashku për zbatimin e këtij projekti dhe për përfundimin e korridorit të Tecit që përmend, I cili do të sjellë mjaft mirëqenie për të gjitha vendet dhe për të gjithë rajonin. Kjo qoftë për ekonominë, për faktin që do ta bëjë rajonin më tërheqës për investime, do ta bëjë rajonin më tërheqës edhe për të rinj, të cilët do të shndrojnë në vendet e tyre, po kështu dhe për turizmin e për sigurinë tonë të përbashkët. Sa I takon pyetjes suaj, ne kemi nënshkruar një akt marrëveshjeje midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut në nëntor të vitit 2025 për segmentin që duhet të përfundoj për të lidhur hekurudhat midis kryeqyteteve tona. Bullgaria është gati të procedojë me përfundimin e rreth 2,5 kilometrave hekurudh dhe është një hap mjaft I rëndësishëm. Kjo marrëveshje midis dy vendeve tona dhe jam po kështu I lumtur dhe informova dhe kolegët që ditët e fundit kjo marrëveshje u ratifikua nga Asambleja jonë kombëtare pa asnjë vot kundër. Edhe një herë kjo është një shenjë e qartë e angazhimit tonë për të punuar për këtë projekt dhe për ta përfunduar tërësisht të lidhje shumë të rëndësishme midis kryeqyteteve të Bullgarisë e Maqedonisë së Veriut përmes hekurudhës. Faleminderit. Well, thank you all. Thank you to my colleagues for being in Tirana on such a beautiful and productive day, and thank you to the media. Dhe faleminderit përfaqësuesve të medias.